Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi adhurim janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpas Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazni, secili kërkues i diturisë do të jetë i kujdesshëm në kërkimin e diturisë. Në qoftë se kërkuesi i diturisë fillimin e ka të shëndosh, fillimin e ka të saktë, atëherë ajo metodë, ai qëndrueshmëri, ajo zgjedhje e drejtë e kërkimit të diturisë do i ndihmojë atij në arritjen e qëllimit kryesor që është fitimi i kënaqësisë Zotit xhaleshanu dhe shpëtimi në botën tjetër. Kërkuesi i dijes do të fillojë diturinë e tij me njohjen e teksteve të shpalljes që janë Kur'ani, i zbritur nga Allahu xhaleshanu, pastaj suneti tradita Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo besimtar dhe besimtare kur fillojnë të mësojnë surat e Kuranit përmendesh, është mirë që ta kuptojnë atë të cilën e kanë mësuar. Pastaj të mëson nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë dietarët porosisin dhe thojnë që të fillon me mësimin e 40 haditheve të Imam Nevovit. Në të njëjtën kohë, besimtari i ri, kërkuesi i diturisë, do të përpiqet të mësoj nga mësimet e akides që janë bazat e fesë islame, që të dinë me çka adhurohet Allahu xhaleshanu dhe të largohet nga çdo ndalesë që ne ka ndaluar Allahu xhaleshanu në adhurim. Pastaj të mësojnë nga bazat e fesë islame të fikut, të jurisprudencës, që të dinë se me çka i afrohet Zotit xhaleshanu në kryen e adhurimeve, siç janë shtyllat e fesë islame, që shpjegimin e tyre e shpjegojnë librat e fikut, faljen e namazit, dhënien e zakatit, agjërimin e muajit Ramazanit dhe kryen e haxhit. Dija të ndruar besimtar i paraprin fjalës dhe veprës. Kërkimi i dijes është obligim i parë për njeriu që duhet ta di para veprës. Edhe Zoti xhaleshanu thot në Kur'anin famlar në surën Muhammed ajetin 19, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Atë dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Kërko falje për mëkatin tënd dhe për të besimtarëve e të besimtarëve. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni. Imam Buhariu ka thënë në librin e tij dija para fjalës dhe veprës dhe përmendi këtë ajet. Atë dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Allahu filloi me dijen para fjalës dhe veprës, sepse dija është baza mbi të cilën ngrihen, ndërtohen fjala dhe vepra. Të vepruar pa dituri është humbje. Ashtu siç dija pa punë gjithashtu është humbje. Abdurrahman as-Sulami, një prej tabinëve, ka thënë: na kanë treguar ata që na mësonin Kur'anin nga sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ata i mësonin 10 ajete nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i mësonin 10 ajete të tjera pa mësuar dijen dhe veprimen që përmbanin ato ajete. Kështu thoshin, e mësuam dijen dhe veprimin së bashku. E mësuam dijen dhe veprimin së bashku. Sahabët kanë ecur në mënyrë zinxhirore mësimin e Kuranit. I kanë mësu 10 ajete, e kanë kuptu se çka dëshiron Zoti nga ta për ta, kanë vepru me to, pastaj kanë kalu të ajete tjera të reja, dhe kështu do të vepron një besimtar i ri. E mëson surën Fatiha, përmendsh, e mëson kuptimin e saj, vepron me të, për arsye që dituria që mësohet dhe veprohet ngulitet me thellë në mendjen dhe zemrën e njerëzit. Dija
ka mjete përmes të cilave arrihet. E ndër më të rëndësishmet është pyetja. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë: shtimi i dijes arrihet me kërkim, ndërsa arritja e dijes bëhet me pyetje. Ibn Abdul Barri në Gjamul Beyan al-Ilmi wa Fadlihi. Edhe sahabët e arritën dijen me mjete të ndryshme, ndërto edhe me pyetje. Ali ibn Abi Talibi ka thënë: pasha Allahun, nuk ka zbritur asnjë ajet e të mos e di për çfarë ka zbritur dhe ku ka zbritur. Dhe Zoti im më ka dhuruar zemër që kupton dhe gjuhë që pyet. Zemër që kupton dhe gjuhë që pyet. Gjithashtu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma u pyet: me çfarë e arrite dijen? Ai tha: me gjuhë që pyet dhe zemër që kupton. E transmeton Imam Mahmedi. Pyetja e mirë është gjysma e dijes. Ka thënë Ibn Hajeri rahimahullah, është transmetuar se pyetja e mirë është gjysma e dijes. Këtë e ka përmendur Ibn al-Sunni në librin Riyad al-Muta'allimin. Ka thënë Ibn Munajjir në fjalën e tij: ai po ju mëson fen tuaj. Ai po ju mëson fen tuaj. Këtë fjalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka thonë shokëve të tij për një person i cili ka ardhur dhe ka pyet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam disa pyetje. Pse e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai po ja mëson fenë juve? Për arsye që pyetjet që i ka bërë Xhibrili kanë qenë pyetje të mira dhe dijen të cilën e ka folë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është burim i pyetjeve të mira të cilat e ka pyetur Xhibrili Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kalon vlerën e asaj diturie të madhe që kanë marrë sahabët në atë ditë, në atë ndaj Xhibrilit alayhis salam, për arsye që ai ka qenë pyetësi i atyre pyetjeve që ka pyet për Islamin, për imanin, për ihsanin, për kiametin dhe për shenjat e tij. Sahabët e pyesnin të dërguarin e Allahut me pyetje që tregonin thellësinë e dijes së tyre dhe lidhjen e fortë të zemrave të tyre me botën tjetër, me ahiretin. Sepse ai që pyet për një gjë, pyet për atë që i intereson. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, nuk kam parë njerëz më të mirë se sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk pyesnin veç se për atë që u bënte dobi. E transmeton Darimiu. Ka thënë Imam Ibn al-Attari, nxënësi Imam Nevaviut, kush ndalet dhe mediton mbi gjendjen e sahabeve, e kupton madhështinë e përpjekjes së tyre për shpëtim dhe kujdesjen e tyre për arritjen e gradave të larta në dynjë dhe në ahiret. Njëri nga sahabët e pyette Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shtyllat e fesë. Tjetri e pyeste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për një vepër që afron për xhenet dhe largonte nga zjarri i xhenemit. Tjetri e pyeste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për veprën që nëse e bën e do Allahu dhe e duan njerëzit. Tjetri i thoshte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, më këshillo. Tjetri thoshte: thuam një fjalë për të cilën të mos pyes askën tjetër përveç teje. E të tjerë pyesnin për veprat që fusin në xhenet, e kështu me radhë. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë sahabët dhe na ringjallët Allahu me ta në botën tjetër në xhenetet e tina. Sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pyesnin që të vepronin me atë që mësonin. Pyesnin që të vepronin me atë që mësonin. Ndryshe nga gjendja e shumë njerëzve sot që pyesin pa vepruar. Ibn Uthejmini, Shekh Uthejmini, Allah e mëshirov, ka thënë: këtu lind një pyetje. A pyesnin sahabët vetëm për të informuar, apo për të informuar dhe për të vepruar?
Përgjigja është e dyta. Për me shtu dijen dhe me punu me dijen. Thot Shekhu Thejmini të ndryshe nga shumë njerëz sot. Lusim Zotin të mos na bëjnë prej tyre. Pyesin vetëm që ta dinë gjykimin, e jo që të veprojnë me atë përgjigje. Prandaj ishe duke pyetur një dietar, pastaj duke pyetur një tjetër, pastaj duke pyetur një tjetër, derisa ta gjojnë një përgjigje të nderuar vllazni, që i përshtatet epsheve, dëshirave tyre. E megjithatë, ndonjëherë pranohet thot me zell, e ndonjëherë me plagështi. Dhe ne e dim se ai person i cili pyet shumë hoxhallar në kohën e sotit. Nuk i pëlqen përgjigja e hoxhës Adnan, nuk i pëlqen përgjigja e hoxhës tjetër. Kur të harxhon hoxhallar të qytetit ton, kalon qytetin më të afërt, dikur më të largët, dikur në qoshet dynjos, dikur fillon me kërku në internet ndonjë përgjigje në gjuhë që e din, për me gjetë një përgjigje që pjakona shpirti i tij, epshi i tij. Abdullah ibn Umayr radiallahu anhuma pyetet një pyetje në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe jep përgjigjen. Edhe i thot shokit që ka pas afër, thot, a dëshiron me ditë se për çfarë më pyeti ky njeri këtë pyetje? Me pyeti tha ky njeri që unë t'jem ura e ti mbi zjarrin e xhehenemit, të futet ai në xhenet dhe të bi unë poshtë në xhehenem. Do të ka bo një pyetje që ka prit për Abdullah ibn Umayr me ia bo halalin haram e haramin halal. E kështu po thot Shekhu Themini është gjendja disa që pyesin. Derisa ta gjojnë një përgjigje që i përshtatet atyre. Dhe kësi pyetje besonin Zotin. Jo të pakta pyetemi ne në vendin tonë, dhe jo të pakta janë pyetjet që pyeten dietarët në katër anët e botës. Besimtari i sinqertë, i devotshëm, kur të pyet dhe t'i tregohet argumenti prej Zotit, pastaj pi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe rregulli, hukmi i përgjigjes nga ato argumente, do të thonë ashtu siç i përshkruan Allah besimtar semi'na wa athana, dëgjum dhe respektum. Do mundohemi së bashku ti ndëgjojmë si kanë qenë pyetjet e sahabëve. A kanë pyet për me arrit detyri dhe me vepru me to, apo kanë pyetur për qëllime tjera? Padyshim se sahabët kanë qenë më të zgjedhur, që i ka zgjedhur Allah të jenë në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pra pyetjet e tyre kanë qenë që me shtu detyrinë dhe me vepru me to. Pyetja për veprën që sjell dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Nga Sahl ibn Sa'di transmetohet se një burr erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më udhëzo në një vepër që nëse e bëj, do të më dojë Allahu dhe do të më duan njerëzit." Po pyet, kallëzom. Një vepër në jetën time ta veproj, e fitoj kënaqësinë e Zotit, pastaj fitoj edhe kënaqësinë e njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Behu zahid, asket, ndaj dynjas, që të doj Allahu, dhe behu asket ndaj asaj që është në duart e njerëzve, që të duan njerëzit." E transmeton hadithin Ibn Majah. Ky hadith, siç kanë përmendur dietarët, është një nga 4 hadithet rreth të cilave sillet feja islame. Për haditheve që kanë thonë dietarët, feja islame sillet rreth tyre janë: innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen sipas qëllimit. Hadithi tjetër, halali është i qartë dhe harami është i qartë. Hadithi nga Islami i mirë i njeriut është lënia e asaj që nuk i intereson. Dhe ky hadith, behu asket ndaj dynjas, që të dëdoj Allahu. Ka thënë Imam Ibn al-Attari se e përket faktit që asketizmi ndaj dynjas është kaq për dashurinë e Allahut, është sepse asketizmi ndaj dynjas zakonisht është i etur personi që ka asketizëm për ahiretin. E kur njeriu dëshiron ahiretin, punon me veprat e banorëve të saj. Prandaj Allahu e don atë njeri. Ndërsa
zuhdi ndaj asaj që është në duart e njerëzve është shkak që njerëzit ta duan. Sepse dunjaja vllazni është e amël. Për bijtë e saj. Dhe kur dikush largohet nga ajo që kanë njerëzit dhe nuk u konkuron në atë, ata e duan. Në hadith ka nxitje për asketizëm ndaj dunjas, dhe se kjo është prej shkaqeve të dashurisë së Allahut për robin. Po ashtu ka nxitje për asketizëm ndaj asaj që është në duart e njerëzve, dhe se kjo sjell dashurinë e tyre. Me asketizëm ndaj një gjëje nënkuptohet largimi dhe mos interesimi ndaj saj për shkak të lartësisë së ambicjes mbi të. Janë të ndryshme shprehjet e selefit parëve tanë në shpjegimin e zuhdit asketizmit. Ka thënë Imam Nevaviu, zuhdi ndaj dunjas është shpjeguar me 3 gjëra. Të gjitha prej veprave të zemrës, jo prej veprave të gjymtyrëve. Njëra prej tyre është që robi duhet të jetë më i sigurt në atë që është në duart e Zotit, sepse në atë që është në duart e veta. Kjo rrjedh nga qëndrueshmëria dhe forca e sigurisë së tij, sepse Zoti ka garantuar furnizimin e robërve të tij dhe ka marrë përgjegjësinë për të, siç Allahu ka thënë. S'ka asnjë gjallës në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Surat Hud ajeti 6. E dyta është se nëse një rob preket nga një fatkeqësi në jetën e tij të kësaj bote, siç është humbja e parave, humbja në fëmijë ose diçka tjetër, ai dëshiron shpërblimin për këtë, në vend që t'i mbetet asaj që ka humbur në këtë botë. Kjo gjithashtu rrjedh nga siguria e përsosur që është një nga shenjat e asketizmit në këtë botë dhe mungesës së dëshirës për të. Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, tha: kushdo që është asket në këtë botë, fatkeqësitë i bëhen të lehta. E treta, që shërbitori është i barabartë në lidhje me lavdëruesin dhe kritikën e tij në të vërtetën. Kjo është një nga shenjat e asketizmit në botë dhe për çmimit të tij, që të mos pasojë dëshirë të vogël për të, sepse kushdo që ka respekt të madh për botën e do lavdërimin dhe urren kritikën. Dhe kushdo që është i barabartë në lidhje me lavdëruesin dhe kritikën e tij në të vërtetën, kjo tregon rënien e statusit të qenieve të krijuar nga zemra e tij dhe mbushjen e tij me dashuri për të vërtetën dhe atë që i pëlqen Zotit të tij. Sahabët e pyesin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për veprat që fusin në xhenet. Sahabët vllaznin kishin ambicie të larta dhe synime të qarta. Prandaj e pyesin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për veprat që i fusnin në xhenet dhe largonin nga zjarri. Nga Muadhi radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: O i dërguari i Allahut, më trego për një vepër që më fut në xhenet dhe më largon nga zjarri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ke pyetur për një çështje madhështore. Por ajo është e lehtë për atë të cilët Allahu i lehtëson. Pyetja e madhe, e lehtë për një njeri që Allahu xhaleshon i lehtëson. Dhe po i tregon tash Muadhit radhiyallahu anhu veprat me të cilat nëse veprohen do fiton xhenetin. I thot: të adhurosh Allahun dhe të mos i bësh atij shirk, ortakëri në adhurim. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin, të agjerosh dhe të kryesh haxhin në shtëpinë e shenjtë. Ka thënë Ibn Rajab al-Hanbali në lidhje me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: ke pyetur për një çështje madhështore. Se hyja në xhenet dhe shpëtimi nga zjarri është një çështje shumë e madhe. Dhe për këtë Allahu i zbriti libra dhe i dërgoi të dërguarit. Ndërsa fjala e tij dhe ajo është e lehtë për atë që Allahu i lehtëson, është tregues se i gjithë suksesi është në dorën e Allahut. Kujt Allahu i lehtëson udhëzimin, ai udhëzohet. E kuj nuk ja lehtëson, nuk do t'i lehtësohet ajo. Edhe Abu Umame al-Bahili transmetohet se ka thënë: edhe te dërguari i Allahut dhe thash: më urdhëroi me një vepër që më fut në xhenet. Ai tha: merr agjerimin, sepse nuk ka të ngjashëm me të. Pastaj shkoi ataj për herë të dytë dhe tha: merr agjerimin. Ka thënë Sheikh Ahmed Abdurrahman al-Banna as-Sa'di, komentuesi musned e Imam Ahmedit, në fjalën e pejgamberit drejtuar Abu Umames herën e dytë: merr agjerimin,
ka tregues se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk gjeti për këtë person një vepër më të mirë se sa ai të merret me agjërimin dhe t'i shton ditët e agjërimit përpas ditëve që janë obligim për gjithë muslimanët. Ibn Hibani e transmeton në Sahihun e tij me fjalët thash: "O i dërguari i Allahut, më udhëzon në një vepër me të cilën hyn në xhenet." Ai tha: "Merr agjërimin sepse nuk ka të ngjashëm me të." Dhe është thënë: "Nuk shihej", është thënë tash për Ebi Humamin. Është thënë për Ebi Humamin: "Nuk shihej tym gjatë ditës në shtëpinë e tij, përveç nëse vinin musafir edhe s'të zjarrin për t'i përgatitur musafirëve ushqim." Ku thuhet nuk shihej tym gjatë ditës, kuptohet se ata kanë dhënë zjarrin kur afro koha e iftarit apo masi ka përëndu dielli. Se nuk kanë pas ushqimet tona vllazni, që ka ushqim duhet me prit deri në 6 orë kur përgatitet. Me ushqimet e tyre kanë qenë të thjeshta dhe të lehta. Nga Abu Ayyub al-Ansari transmetohet se një burr tha: "O i dërguari i Allahut, më trego për një vepër që më fut në xhenet dhe më largon nga zjarri." I dërguari i Allahut tha: "Të adhurosh Allahun dhe të mos i bësh shirk Allahut, të falësh namazin, të japësh zakatin dhe të mbash lidhjet farefisnore." Shekhu Themini ka thënë: "Nuk ka dyshim se çdo njeri përpiqet për këtë fitim, të shpëtojë nga zjarri dhe të hyjë në xhenet. Sepse ai që largohet nga zjarri dhe futet në xhenet me të vërtetë ka fituar." Çdo musliman synon këtë. Dhe kjo arrihet me këto 4 gjëra. E para, të adhurosh Allahun dhe të mos i bësh shirk asgjë. As shirk të vogël dhe as shirk të madh. Për shirkët e vogël që shumica e njerëzimit bin, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë ka thonë: "Më shumë friksohna për ju nga shirku i vogël se sa nga fitnja e Dejjallit." Dhe ka porosit dhe ka nxit që t'i kërkojmë Allahu xhaleshanu çdo ditë kur njeriu ka frikë nga sy e faqësia, që ta lutë Allahun xhaleshanuhu me duan e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje, që mos të bëj ty shirk, dhe kërkoj mbrojtje për një vepër të cilën nuk e di. Do thot, nëse ne dëshojmë me hinë në xhenet, do të pastrohim nga shirku i madh që është me adhuru dikën tjetër përpos Allahu xhaleshanu, dhe nga shirku i vogël, për arsye që nëse besimtari gjendet në veten e tij shirk të vogël, cili është rezultati? Atë vepër të cilën e ka bë, e ka marrë lavdrimin nga njerëzit. Çu dini të gjithë? 3 lloj njerëz të cilët do të ndezet zjarri i xhenemit. Të gjithë kanë qenë në sytë e njerëzimit besimtar. Mi po veprat e tyre nuk kanë qenë për Zotin, mi po kanë qenë për lavdërimet e njerëzimit që janë bërë ndaj tyre, dhe Zoti xhaleshani thotë te parit, te dytit, te tretit: "Ti e ke bërë këtë vepër që të thuhet dhe është thonë: bujar, mësues, trim." Dhe i urdhrohen me lajket të kapen zvar dhe të hudhen në zjarrin e xhenemit. E dyta, për veprat të cilat shpëtojmë nga zjarri dhe futemi në xhenet, ta falësh namazin dhe ta kryesh atë plotësisht në kohën e tij. Burrat me xhamat në xhamia dhe gratë në shtëpitë e tyre. E treta, ta japësh zakatin, duke dhënë atë që Allahu ta ka bërë obligim nga pasuria jote ndaj atyre që e meritojnë. Vllazni, atyre që Zoti ka dhënë pasuni. Çdo vit 39 pjesë të pasunisë i nal për vete. 1/40 e pasurisë e jep. E pastron. Dhe me pastrimin dhe dhënien e zakatit ka bereqete të mëdha mbi sipërfaqen e tokës. Për mungesës shiut mbi sipërfaqen e tokës është kur njerëzit nuk e japin zakatin. Dënim nga Zoti. Vllazni, shi është bereqet. Rahmet pe Zotit xhaleshano. Për Zotit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur mos ishin kafshet, nuk do të kishte zbrit shi. Për shkak gjinoheve tona si njerëz,
që ne jemi të obliguar me obligime nga Zoti, kur Zoti xhaleshanu do më na spërvu vdesin edhe kafshët dhe shpezët për fajet e bijve të Ademit, që jemi na, nga muslimanë dhe jo muslimanë. Dhe katërta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mbash lidhjet farefisnore, duke dhënë të drejtën e tyre përmes lidhjes sipas asaj që njerëzit e konsiderojnë lidhje farefisnore. Çfarë njerëzit e quajnë lidhje, ajo është lidhje. Ndërsa çfarë nuk e konsiderojnë lidhje, nuk është lidhje. Përveç nëse njeriu jeton në një shoqëri ku nuk u kushtohet rëndësi farefisit dhe nuk interesohen për të, atëherë merret parasysh vetë lidhja që konsiderohet nga shariati. Lidhja farefisnore është një nga 4 këshillat që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë shokëve të tij pas emigrimit nga Mekja në Medinë. Vllazni, çdo herë kur e kujtoj atë hadith, e lexoj, e ndëgjoj, u atërgoj të tjerëve, ndalem rreth personalitetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili 13 vite vutje në Mekë, arrin në Medinë, populli i Medinës, pasi kishin pranuar shumica fenë islame, dalin ta presin profetin, pejgamberin, të cilën e kanë besuar dhe ende nuk e kanë pa, dhe i këshillon me 4 këshilla, dhe një nga 4 këshillat është wasilul arham, vazhdoni lidhjet familjare. Tash dikush mund të më thonë, ka mujt me fol për besimin, ka mujt me fol për xhenetin, ka mujt me fol për xhehenemin, ka mujt me fol këshillat e mëdha që janë të nevojshme. Mi po ka zgjedh me fol njerëzimit, me ato me të cilat i bën dobi secilit veç e veç. Ka thonë afshu selam, jepni selam, përshëndetje. Wa at'imu at-ta'am, jepni ushqim. Wasilul arham, vazhdoni runi lidhje familjare. Wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, faluni natën kur njerëzit janë në xham. Tadkhulul jannata bis-salam, do të futni në xhenet me paqe. Pra të lidhjet familjare janë farz pe Zotit xhaleshon ashtu që i falin 5 vakte namazit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ata të se i këpusin lidhjet familjare ka thonë, ndërpresi i lidhjeve familjare nuk ka me hyrje në xhenet. E meriton hyrjen në xhehenem derisa të pastrohet. Për shkak putje lidhjeve familjare mes tij dhe vllavt, mes tij dhe motra, mes tij dhe babës, mes tij dhe nanës, mes tij dhe gjyshit dhe gjyshës, axhës dhe hallës, dajës dhe tezës, fëmijët e vllavt dhe fëmijët e motrës. Këto lidhje vllazni nuk lejohet me i kput. Shkët do që të bojnë ata. Allahu xhaleshanu po thot në Kur'an, në qoftë se 2 prindrit të detyrojnë që ti bosh shok ortak Allahu xhaleshanu, mos i ndëgjall respekta. Mirë po në çështjen e dynjas, sillu mirë me ta. Ne vëllezërit dhe motrat, prindrit dhe gjyshrit, axhallar dhe hallat, daj dhe tezat nuk i kem idhujtar. Dhe asë njeri nga ta nuk janë duke na thirrur me i bosh shirk Allahu xhaleshanu. Nëse ata nuk janë duke na thirrur, mirë po nëse ata na thirrin neve në shirk ndaj Allahu xhaleshanu, nuk lejohet me ndërprej lidhjet familjare me ta. Si janë tanët dhe ne jemi nga ta. Atë çush është gjendja nëse ne prishemi me njëri tjetrin për çështje që nuk kanë të bëjnë me besimin, për çështje të dynjas. Ndarjen e pasurisë apo drejta tek ndarja e pasurisë. Muslimani që i ka frikën Zotit xhaleshanu përgatitet me hyrje në xhenet. Dhe nuk i lën derë djallit mallkuar me i prish lidhjet e veta me lidhjet e familjes. Gjithashtu nga Xhabir radhiyallahu anhu transmetohet se një burrë pyeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Me trego o i dërguar i Allahut nëse i fal namazet fars, e agjeroj Ramazanin, e konsideroj halalin halal dhe haramin haram, dhe nuk shtoj asgjë mbi këtë, a do të hyjë në xhenet?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha po. Ky njeri shumë thjesht. I fali 5 vakte namaz. Agjeroj Ramazanin, halalin halal, haramin haram,
dhe nuk shtoj asgjë mbi këtë. A do të hyjë në xhenet? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj tij dhe i tha po. Ka thënë Imam Ibn Atari, nxënës Imam Nevit, ky hadith është një bazë madhështore prej bazave të fesë dhe një rregull prej rregullave të saj. Kushdo që jepet sukses për t'i kryer obligimet, për t'u shmangur gjërat të ndaluar dhe për ta besuar të lejuarën si të lejuar, atij i përmirësohen gjendjet dhe i lartësohen gradat në xhenete. Kjo është prej mirësisë dhe bujarisë së Allahut, krijuesit të tokës dhe qejve. Allahu e di më së miri. Sheikh Uthemini në fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e bëra halalin halal dhe e bëra haramin haram, ka thënë: ka argument se është e domosdoshme të besosh lejushmëria e asaj që është halal dhe ndalimi i asaj që është haram. Kjo është një çështje shtesë mbi vetë veprimin e asaj që lejohet dhe lënien e asaj që ndalohet. Sepse ai që vepron një gjë të lejuar, pa besuar se ajo është halal, ka mangësi në akiden e besim. Pra në bindjen për gjykimin fetar të asaj që ka vepruar. Po kështu ai që largohet nga harami, pa besuar ndalimin e tij, ka mangësi në akiden e tij lidhur me gjykimin e asaj gjëje. Ka thënë Sheikh Saleh al-Sheikh, transmetimet në të cilat hyrja në xhenet lidhet me disa vepra të mira, kanë për qëllim se ato vepra, nëse bëhen duke plotësuar kushtet dhe duke ndaluar pengesat, ose nëse këto vepra bëhen së bashku me tauhidin, këto janë dy mundësi. E para, që ato të jenë me plotësimin e kushteve dhe largimin e pengesave, e dyta, që ato të jenë së bashku me tauhidin, sepse me të namazi është i saktë, zakati pranohet, agjërimi është i vlefshëm me kështu me radhë. Ka thënë Sheikh Saad al-Shatri, Allah e ruajt, nga dobitë e këtij hadithi është kujdesi sahabëve për atë që u bën të dobi dhe pyetja atyre për çështje të rëndësishme. Po ashtu shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kujdesin për çështjen e xhenetit dhe dëshironin të arrinin atë, për shkak të madhështisë së begative që gjenden në xhenet. Në hadith ka argument se xheneti është një synim i drejtë dhe se lejohet që njeriu t'i bëjë adhurimet, veprat e mira dhe afrimet tek Allahu me qëllim që Allahu ta fusë në xhenet. Nuk është e saktë të thuhet se kjo është dëshirë e njerëzve të zakonshëm, ndërsa të veçantë synojnë vetëm dashurinë e Allahut, sepse kjo bie ndesh me metodën dhe udhëzimin e Kuranit dhe me metodën dhe udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët nuk e lënin dynjan për ahiret. Nuk e lënin dynjan për ahiret. Mirë, po nuk e lënin as ahiretin për dynja. I bashkonin dynjan dhe ahiretin së bashku. Dynja me punu, me fitu halal, me hangër halal, me ushqy halal dhe me fitu xhenetin bonën tjetër. I lumi ai i cili din me i peshu obligimet që ka prej Zotit ndaj fesë së Zotit dhe prej Zotit ndaj obligimet Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Elusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu me emrat e tij të bukur dhe secili i tij të larta, që të na bëjë mundur që të takohemi në dersën e javës së ardhshme dhe të ndëgjojmë pyetjet e sahabëve që kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për veprat më të dashura tek Allahu dhe pyetjet e sahabëve të cilat i kanë bërë rreth cilësive më të mira të fesë islame. Zoti ju shpërblet me të mirat e tij. Allahu na bashkon në xhenetin Firdausil Ala. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.